Historia ime. Ai I tha se gruaja e tij kishte vdekur. E reja tronditet nga gënjeshtra e të dashurit. Po ju shkruaj këtë letër sepse ndjej nevojën të ndaj me dikë të besueshëm atë që po e përjetoj. Jam e re dhe kur nuk kam menduar se dashuria mund të më çonte në një situatë kaq të vështirë. Kam nisur një marrëdhënie me një djalë që më duke I ndershëm dhe I sinqert, por gjithçka ndryshoi papritur. Ai më tha se gruaja e tij kishte vdekur dhe unë u trondita kaq shumë sa që mendova se bota ime po shembej. Fillimisht ndjeva një dhimbje të thellë dhe një përgjegjësi të pakuptueshme. Për disa ditë nuk e dija si të sillesha. Përpiqesha të mbështesja dhe ta ngushëlloja, edhe pse nuk e njihja plotësisht situatën. Për herë të parë në jetën time ndjeva një ankth dhe një tronditje kaq të madhe, saqë nuk mund të flija dhe mendja ime vazhdonte të përpinte çdo detaj të tregimit të tij. Pas disa ditësh fillova të vërej gjëra që nuk përputheshin, detaje të vogla që më ngjallnin dyshime. Kur kuptova se gjithçka ishte një gënjeshtër, ndjeva një tronditje akoma më të madhe, ndjenja tradhtie, mashtrimi dhe zhgënjimi më pushtua njëkohësisht. Nuk e kisha imagjinuar kurrë që dikush që më kishte bërë të ndihesha e dashur të mund të përdorte një gënjeshtër kaq të rëndë për të manipuluar emocionet e mia. Jam e hutuar dhe nuk di si ta përballoj këtë situatë. Ndonjëherë ndjej zemrim, ndonjëherë trishtim të thellë dhe shpesh ndjej se nuk mund të besoj më tek njerëzit. Dëshiroj të kuptoj si mund të rikthej besimin tek vetja dhe tek marrëdhëniet e ardhshme dhe si të përballoj dhimbjen e krijuar nga kjo gënjeshtër e rëndë. Do të isha shumë mirënjohëse nëse mund të më udhëzoni se si të menaxhoj këto emocione, si të shmang ndikimet negative në marrëdhëniet e mia të ardhshme dhe si të rikthej paqen dhe sigurinë brenda vetes. Ju falenderoj shumë që po merrni kohë të lexoni rreshtat e mia, pres me shpresë këshillat tuaja. Kjo është përgjigjja e psikologes. Faleminderit që ndave historinë tënde. Reagimi yt është I natyrshëm, dhimbja, tronditja dhe ankthi janë normale përballë një gënjeshtre të tillë. Është e rëndësishme të kujdesesh për veten, prano ndjenjat, shkputu nga personi që të ka mashtruar, flit me miq ose familje të besueshëm dhe merr kohë për vetveten. Me mbështetje dhe kohë, besimi dhe qetësia e brendshme rikthehen. Mos harro, ti meriton marrëdhënie të ndershme dhe dashuri të sinqertë. Historia ime.